Një incident kibernetik ka prekur infrastrukturën e teknologjisë e informacionit të postës shqiptare më 25 mars, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi iranian Homeland Justice. Sipas Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, AKSK, nga vlerësimet paraprake nuk rezulton që të dhënat të jenë fshirë apo enkriptuar, dhe as që shërbimet të jenë ndërprerë drejt për drejt si pasojë e sulmit. Megjithatë, autoritetet kanë reaguar duke aktivizuar procedurat standarde të emergjencës dhe duke ngritur një grup të posaçëm ekspertësh. Ky ekip, në bashkëpunim me specialistët e postës shqiptare, po kryen analiza të detajuara për të kuptuar shkallën e ndikimit. Fokusi veçantë i hetimit janë identifikimi i çdo komprometimi të mundshëm, analizimi i të dhënave teknike, logeve, si dhe evidentimi i indikatorëve që mund të tregojnë mënyrën e depërtimit në sistem. Simas sigurie, disa shërbime u pezulluan përkohësisht me rekomandim të AKSK-s për të parandaluar çdo përhapje të mundshme të incidentit. Aktualisht, sipas njoftimeve zyrtare, të gjitha shërbimet janë rikthyer dhe funksionojnë normalisht për qytetarët. Ndërkohë, në platforma të hapura online janë publikuar disa të dhëna që dyshohet se mund të jenë marrë gjatë sulmit. Autoritetet po verifikojnë autenticitetin e tyre dhe burimin, ndërsa deri tani vlerësohet se ekspozimi i mundshëm i të dhënave është i kufizuar. Hetimet vijojnë, ndërsa institucionet bëjnë thirrje për kujdes dhe presin përfundimin e analizës teknike për të dhënë një panoramë të plotë të incidentit.